Reja e shkurt e Fejzës publikon fotot e ëmbla familjare. Erza ka ndarë me ndjekësit një moment të veçantë familjar pranë bashkëshortit dhe djalit të tyre. Me një postim të ngrohtë në rrjetet sociale, ajo ka shprehur emocionet e saj për djalin e vogël, duke e quajtur atë një ndryshim të madh në jetën e saj. Ky djalë i vogël e ka ndryshuar plotësisht jetën tonë, përgjithmonë, ka shkruar Erza, duke theksuar dashurinë e thellë që ndjen për të. Nusja e shkurt e Fejzës, e njohur për natyrën e saj diskrete, rrallëherë publikon momente nga jeta private. Ajo ka zgjedhur të ruajë një qëndrim dinjitos, larg vëmendjes së tepruar, duke e bërë këtë postim edhe më të veçantë për ndjekësit e saj. Erza, e cila është gjithashtu një figurë publike, ka arritur të krijojë një imazh të fortë përmes punës së saj, por gjithashtu dëshiron të ndajë momente të rëndësishme nga jeta e saj familjare. Kjo është një dëshmi e dashurisë dhe angazhimit të saj si nën. Postimi i saj ka marrë një mori reagimesh pozitive nga ndjekësit, të cilët e kanë përgëzuar për ndarjen e këtij momenti të bukur. Komentet kanë theksuar rëndësinë e lidhjeve familjare dhe dashurisë që ndajnë ata që janë më të afërt. Ndërkohë, Erza vazhdon të jetë një shembull frymëzues për shumë gra, duke treguar se është e mundur të balancosh jetën profesionale me atë familjare. Ajo tregon se çdo moment me familjen është një mundësi për të krijuar kujtime të paharrueshme. Ky moment i ndarë nga Erza është një kujtesë për të gjithë ne se dashuria dhe lidhjet familjare janë thelbësore për një jetë të plotë dhe të lumtur. Çdo përkushtim i vogël ka rëndësi dhe ndihmon në ndërtimin e një historie të bukur familjare. Si përfundim, ky postim na inkurajon të vlerësojmë momentet e vogla që na sjellin gëzim. A jeni gati të ndani edhe ju momente të tilla me ata që doni më shumë? Komentoni më poshtë dhe ndani historitë tuaja. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.